Rrahja e zemrës, frymëmarrja, e folura dhe shikimi, temperatura e trupit ton, lëvizja, drejt qëndrimi, tensioni i gjakut, tretja e ushqimit, janë disa nga funksionet kaq thelbësore dhe jetike për jetën tonë që kryen vetëm nga muskujt në trupin tonë. Sikur asnjë përpjekje tjetër të mos bëjmë në jetë, por vetëm të jemi aktiv dhe të bëjmë pak fare gjimnastik, ne do të zgjasim jetën tonë me të paktën 10 vite. Dhe kjo sipas gjithë statistikave dhe studimeve të mbledhura për popullsinë e të gjithë botës në këto 70 vitet e fundit. Pra është shumë studim disa dekada, shumë dekada. Pra, muskujt janë eliksiri numër 1 për një jetë të gjatë dhe njëkohësisht edhe të shëndetshme. Rreth 80% e të gjithë karbohidrateve që ne ham do përthithen nga muskujt në një përpjekje të tillë për të vazhdueshme dhe sublime për të na shpëtuar jetën tonë nga pas çdo vakti që ne ham me sheqerna, brumra, fruta, pije. Është një kombinim helmi midis glukozës dhe fruktozës. Ne fusim për ditë këtë lloj ushqimi në trupin tonë. Në kushte normale, muskujt preferojnë që të përdorin si energji për të djegur acidet yndyrore, trigliceridet, yndyrnat, ketonet, laktatet dhe pak proteina të riciklueshme. Por, për shkak të mënyrës se ne si ham sot me fjalë, muskuli është i detyruar të djeg glukozë në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë jo të preferuar për ta. Në fakt, me ushqimin që ne po vendosim mbi tavolinë sot, lloj ushqimesh nga më të çuditshmet, nuk po lëm gjysher dhe gjyshe pa çuditur. Përshëndetje miq, unë jam Vali. Sot do të flasim për muskujt dhe kam një lajm të mirë dhe shumë të thjeshtë për të ndarë me ju në këtë video. Jetëgjatësia e shëndetshme arrihet lehtësisht dhe falas si gjithmonë, falas duke ditur si të mbajmë në një formë të mirë muskulaturën tonë vetëm me anë të aktivitetit fizik dhe ushqimin e muskulaturës me përbërësit e duhur. Në histori njerëzore, dhjetra mijëra vjeçare, njerëzit tentuan dhe provuan gjithçka për të rritur jetëgjatësinë, u falën në malin e Olimpit, i shërbyen zotrave të ndryshëm, nuk lanë gjethe dhe pedale lulesh të çuditshme duke mbledhur në majmalash dhe humnera të rrezikshme, këto vazhdojnë dhe sot, duke pirë lëngje apo gjak kafshësh, krijuar 1000 dieta të ndryshme, të larmishme, statistikisht kaq janë dietat në sot. Siç e kam përmendur gjithmonë, ne asnjëherë nuk do të gjejmë zgjidhje jashtë trupit tonë. Zoti me anë të evolucionit natyror na ka krijuar një përsosmëri brenda nesh, ndaj aty do të fokusohemi gjithmonë duke përdorur njohuritë, shkencën dhe mjekësinë funksionale si armët tona për të pasur një shëndet gjatë gjithë jetës. Muskuli konsiderohet me të drejtë si një organ në mjekësinë e ditës sotme. Fatkeqësisht në shkollën e mjekësisë informacioni për të është shumë i vakët dhe bazohet vetëm në anatominë, mbajtjen, lëvizjen, flexion, extension, abduction, adduction etj. Në fakt muskujt janë shumë më tepër siç ju thash edhe në fillim fare. Dhe prandaj unë vendosa si eliksiri i numër 1 për jetëgjatësinë në një seri videosh, rreth 15 video mbi kush janë eliksiret e jetës sonë, si të zgjasim jetën në mënyrë të shëndetshme gjithmonë. Muskujt kanë një lidhje të fuqishme me shumë nga hormonet kryesore që lëshojnë në trupin tonë. Testosteroni, i cili nxit krijimin dhe prodhimin e qelizave muskulare, proteinave muskulare tek të dy sekset, meshkujt dhe ke femrat. Është hormoni i rritjes ose growth hormone dhe është një hormon tjetër, insulin growth hormone, që stimulon një protein brenda qelizës, ndoshta jeni familjar mTOR që quhet, i cili është përgjegjëse për zmadhimin ose për krijimin e qelizave të reja muskulare. Sa për kuriozitet të gjithë të pasurit sot në botë tentojnë të luftojnë këtë mTOR-in, këtë protein, me anë të një ilaçi që quhet rapamicin, nëse e keni dëgjuar, gjëra për zgjatjen e jetës. Dikush po bën një mal me lek duke shitur ilaçe të njerëz që kanë lek. Po ashtu, muskujt çlirojnë disa hormone specifike që quhen myokina, ku më kryesorët hyn në interleukina 6, ajo vepron si antiinflamatore, shkrirëse e vjamit dhe thithëse e glukozës nga gjaku. Është gjithashtu një hormon tjetër që quhet irisin, nxit metabolizmin dhe rrit djegjen e kalorive tek muskuli. Është miostatina, ndalon rritjen e tepruar dhe deformuar, është një balans ose është një termostat për të mos krijuar deformim të muskuleve në një zmadhim të pakuptim me fjalë të tyre. Dhe interleukina 15, e cila çlirohet
sa herë bëjmë ne stërvitje ose gjimnastik dhe ndikon në rritjen e muskullit. Por më i rëndësishme nga të gjithë hormoni që lëshon muskuli është BDNF që quhet, ose si ta them në shqip është faktori që rrit dhe forcon qelizat nervore në trup, neuronet. Pra, brain derived neurotrophic factor, pra ata që din anglisht. Këto neuronet janë qelizat kryesore të trupit. Dhe faktori që i rrit ose i forcon, ose i stërvit, ose i mban tërkohës në një gjendje shumë të mirë, çlirohet pikërisht nga muskujt, nga aktiviteti, nga gjimnastika që bëjmë ne. Muskuli çliron këtë BDNF dhe neuronet ose truri do gjendet në një nivel shumë të mirë të mësuarit, të gjërave të reja, rregullon gjendjen tonë mendore dhe sjelljen. Prandaj zakonisht ata që merren me palestër janë më të qetë si natyrë, më të gjendshëm, ndihmojnë, më të gatshëm për të ndihmuar të tjerët, siç e thash, dhe nuk nxehen shpejt me këto vërdall tyre. Edhe pse janë shugota të fuqishëm, janë më të qetë. Po ashtu miokinat ndikojnë në bëlçi dhe në qelizat vjamore dhe i japin sinjal qelizave vjamore që të çlirojnë yndyrën ose trigliceridin, duke krijuar acide yndyrore dhe gliceroli. Pra, ndikon në shkrirjen e dhjamit ose në dobësimin e trupit tonë. Në trupin tonë kemi rreth 700 muskuj, dhe 3 lloje të tryrave kryesore janë muskuli skeletal, kryesori ose më i shumti, janë muskuj që ne i urdhërojmë, e i lëvizim. Ne mu japim urdhër muskujve skeletal ose të trupit dhe i lëvizim. Kemi muskujt e lëmuar të zorëve, të zorëve dhe të ende të gjakut. Tensioni, siç ju kam thënë, ose peristaltika e zorëve janë kryet me muskuj, që muskujt e lëmuar. Dhe sidomos muskuli tjetër i madhor është muskuli i zemrës. Është ndryshe nga muskulit skeletal ose të lëmuar, dhe është i zemrës shumë i madh dhe ka specifikën e vet, por prapë është një muskull. Tek meshkujt zakonisht në gjithë trupin ton 45%, po thuaj se 50% ose gjysma e peshës son të meshkujt është muskull. Tek femrat është 35%, ke meshkujt 45%. Në qetësi muskujt preferojnë që të djegin acide yndyrore. Muskujt kanë disa dhjetra mira mitokondra brenda të tyre, që djegin këtë acid dhe krijojnë energji. Pra janë përgjegjëse për një superaktivitet në trup dhe kujdesi ndaj këtyre mitokondrave, siç kam thënë, është kujdes ndaj ekzistencës sonë, është shëndeti jonë. Mitokondrat është shëndetshme, jeta e shëndetshme dhe rrjedhimisht e gjatë. Dobësimi i muskujve nuk fillon sepse njerëzit moshohen ose nga mosha e madhe, por mund të fillojë që në adoleshencë, që tek të rinë, me fjalë, nga moslëvizja, nga kufizimi, sidomos ditët e sotme me përdorimin e mediave, njerëzit të rinë tërkohës në kafe, duke bërë një jetë sedentare, njerëzit lëvizin ose këta të rinë lëvizin rreth 10-15% të muskujve kryesor të tyre, pra nevojat bazike, lëvizje, ngritja, ulje, shkon në e folura, kur thonë, ose frymarrja, janë muskujt kryesor, 30-40 muskuj gjithsej me fjalë, por duke lënë pa përdorur rreth 650 muskuj të tjerë. Dhe po të llogarisësh, më falni, mitokondriat që ato përdorin me të tjera, tregon se çfarë po i bëjmë ne trupit tonë. Ushqimi i gabuar me karbohidrate, me sheqerna, do ndikojë edhe te muskuli duke krijuar insulin resistance. Dhe kjo do pasohet, duke pas insulin resistant, do kemi trigliceride të rritura lart, do kemi insulin të lartë, hiperinsulinemia, do rritet hemoglobina e glukozuar, do kemi sheqer të lartë në gjak, do kemi kolesterolin e keq, ajo që quhet small particle me densitet të ulët, do kemi rritje të inflamacionit, dhe sidomos janë 2 proteinat për të mbajtur mend që do bëni analiza për inflamacionin, është proteina C reaktive dhe interleukina 6. Dhe gjithashtu do rritet një markus për zemrën, për infarktin e zemrës, që është apoproteina B. Këto duke u rritur gjitha këto, si të thash, do shkaktojnë rritje të stresit në trupit tonë, rritje të tensionit, do kemi hipertension, do shtojnë depresionin, dhe të gjitha këto bashkë do bëjnë shkurtimin e jetës. Prandaj do të bëjmë invers gjithçka me fjalë që të rrisim jetën në mënyrë të shëndetshme. Pashtu, muskujt veprojnë si depozit, ato mbajnë rreth 400-500 gram sheqer, me fjalë, kur ne ham, muskuli menjëherë fut brenda, edhe pse ti nuk lëviz, ai e depoziton si glikogen, quhet glikogen.
po është sheqer i depozituar në gjak. Edhe mëlçia po ashtu depoziton rreth 100-150 gram sheqer. Jo vetëm kaq, por qelizat muskulore kanë veçorinë që mund të fusin e mira ose çfarë na shpëton jetën ne kur ne ham sheqer të kohës, sepse që kam thënë, niveli i sheqerit në gjak duhet të jetë 5 gram. Mbi 5 gram është alarm, shkon mbi 100 mg për decilitër. Por edhe kur i kemi insulin resistance, muskujt tanë prapë na shpëtojnë jetën, sepse ata pranojnë sheqer edhe pa insulin. Edhe kjo është fati jonë, me fjalë, edhe ai nuk e djeg dot, po e shndron këtë sheqer, e shndron në dhjam, e depoziton në dhjam brenda atyre. Pra edhe brenda qelizave muskulare mund të kemi goxha gjithë ato qeliza dhjamore. Sa më pak muskuj do kemi aq më shumë kemi rrezik, me fjalë që këto 80% e sëmundjeve të sindromit metabolik, siç e kam shpjeguar në të gjitha këto videot paraardhëse, duke përfshirë diabetin, hipertensionin edhe së fundi postova edhe 4 video mbi kancerin, të cilat nuk janë gjenetike, po janë probleme të sindromit metabolik, të insulinës, rritjes së insulinës. Muskujt në trupin ton lidhin një kock me një tjetër, jo direkt. Ato kur dy kocka lidhen direkt me njëra tjetrën, shumë të gjithura me njëra tjetër, quhen ligamente. Ndërsa kur një kock lidhet me një kock tjetër nëpërmjet muskulit, atëherë lidhet nëpërmjet tendineve. Ka një mekanizëm shumë të komplikuar, me fjalë, mënyra se si veprojnë, me fjalë, por do që t'u jap një ide të shkurtër, me fjalë, muskujt janë si fije gjatësore. Në çastin që kemi një protein që quhet aktin, e cila atë bën muskulin të zgjerohet, duke u zgjeruar muskuli shkurtohet. Dhe shkurtimi është shtrëngim ose kontraktim. Në çastin që një molekull tjetër ose një protein tjetër brenda muskulit e lëshon ose zgjatohet, quhet miozin, dhe e bën të gjatë. Atëherë në këtë mënyrë muskuli lëshohet dhe kemi shkontraktimin e kësaj. Gjithashtu që të mbani mend, ka shumë emra, po një tjetër që quhet distrofin, një molekull e cila ndodhet në sipërfaqe të qelizës muskulare, ndihmon në futjen e kalciumit brenda, dhe kalciumi është ai që jep kontraktimin e qelizës. Pra kjo distrofina, kjo molekule e distrofinës, ke njerëzit që nuk lëvizin, fillon degradohet dhe zhduket. Janë shumë nga ato, me fjalë, po disa nga ato fillon degradohen dhe zhduken, duke dhënë atë që quhet distrofi muskulare. Pra termi distrofi muskulare për personel mjekësor, me fjalë, vjen pikërisht nga kjo proteinë, nga kjo molekull që ndodhet në sipërfaqe dhe fut kalciumin brenda në qelizë dhe jep këtë reaksionin e kontraktimit dhe kontraktimit, lëshim edhe shtrëngim. Gjendja muskulare mund të kontrollojmë gjendjen tonë muskulare nëpërmjet një ekzamimi me atë makinën DEXA që kanë thënë, kontrollon edhe densitetin e kockave, osteoporoza, osteopenia, është një video e tërë që unë ja kam dedikuar asaj, por ama na jep një panoramë të saktë të gjendjes së muskujve dhe pranisë së sarkopenisë. Në këtë si ke kjo foto këtu anash, do flas në një video vetëm për sarkopeninë. Pavarësisht mosës së re ose të moshuar, pavarësisht mundësive apo rezistencës anabolike, mund kemi, nuk është vonë që ne donë të krijojmë muskuj të rinj të shëndetshëm pavarësisht moshës. Qofse dikush është i vjetë dhe thotë, iku koha ime, absolutisht gjithçka mund të kthehet, por totalisht nga fillimi. Ka plot studime edhe direkte, po edhe statistikore, që lidhin aktivitetin fizik dhe sasinë e muskujve me demencjen, rikthimin mbrapsht të demencjes, lidhjen me neuroplasticitetin e trurit, funksionimin e tij normal, pa shenja plakje, duke rritur kujtesën, duke rritur logjikën, arsyetimin më të mirë, ndërveprimin që kanë ata me shoqërinë ose me familjen. Janë rezultate shumë të kënaqshme. Kush ndikon në krijimin dhe forcimin e muskujve? Shkojmë ke ajo pjesa që na duhet të gjithëve, me fjalë, ose këshillat. Janë disa hormone dhe sinjalizues. Kryesor janë mtori, siç e thash, insulina, testosteroni, hormoni tiroides, të treshi, të cilat duhet mbajnë në vlera të caktuara dhe normale, të cilat duke funksionojnë të gjitha bashkë si një skuadër për të mbajtur dash qelizat muskulare, sintetizimin ose prodhimin e tyre, po edhe që të mos lëndojnë që të shkojnë të bëhen shumë, me fjalë, po edhe të mos dhjamosen. Në vlera të rritura, secila nga këto hormonet do të bëhen të dëmshme për muskujt dhe për shëndetin tonë. Pra duhet mbajmë një balancë për këto hormonet. Mënyra më e mirë për shëndetin e muskujve do të ishte një ushqim shtazor, me fjalë, i cili ka më shumë proteina dhe përqendrim të lartë të proteinave në to. Sidomos na duhen 3 aminoacidet e pazëndësueshme që quhen leucin, izoleucin dhe valina.
ke mishin do jashtëzakonisht shumë, ke produkte bimore, duhet ham një ton me bishtajore kur thonë se fasule do që kemi të marrim këto sasi. Ke mishin mjafton një cop edhe i marrim mjaftueshëm. Këto janë rreth 17% e gjithë masat muskulare janë këto 3 aminoacidet. Tjetër është aktiviteti fizik. Përveç ushqimit ne na duhet edhe të lëvizim, siç ju thash. Edhe çdo lloj aktiviteti fizik, edhe një ulje ngritje, një pesë ulje, duke parë këtë video me fjalë, ju çoni nga karrika bëni një pesë ulje ngritje. Tani 30 minuta më mbrapa, bëni një ecje të shpejt, sidomos pas ushqimit. Gjithmonë pas ushqimit ju ka rekomanduar ke diabeti, një nga kryesorët do të fjalë për të shëruar ose nga diabeti është që pas ushqimit do të ne të lëvizim, asnjëherë të mos rahatohemi. Kush ka mundësi të bëjë një vrap të lehtë ose të shkojë në palestër, kush nuk ka mundësi, një peshë të vogël në shtëpi, një bidon ujë ose një karike ose një gjithçka që ka peshë me fjalë, mjafton don që të lëvizni muskujt në mënyra të ndryshme ose në forma të ndryshme. Atë gjimnastikën e famshme kineze që ju kam thënë gjithmonë 1 2 3 4 me fjalë atë që kemi bërë diku në gjimnaz ose në qytetet e punës. Filloni gjithçka sot, mos e lini as për nesër, as për të hënën, as për 1 janar. Gjëja më e thjeshtë mund ta bëjmë kudo është lëvizja ose gjimnastika. Shëndeti juaj është në dorën tuaj. Jetësia e shëndetshme varet vetëm nga zbatimi i njohurive që ju merrni nga burime shkencore dhe mjekësore, siç janë këto video. Nuk ka asnjë lloj pasurie, ilaçe, kirurgji apo mrekulli që të zgjat jetën. Dia është arma e vetme që ne kemi për shtetin tonë. Dhe me këtë përpiqem unë t'ju armatos çdo prej jush me fjalë në të gjitha këto video. Edhe falem. Mirë miq, kjo ishte video e parë për jetëdijatësinë në një seri, siç u thash, prej 15 videosh për të gjitha eliksiret e jetës, të cilat unë kam dhënë një radhë të caktuar siç kam menduar se ndikon në jetëdijatësinë e gjithë secilit prej ne. Përpiquni të jeni aktiv, lëvizni sa më shumë gjatë ditës, bëni çfarëdo lloj ushqimi, stërvitje, ushtrimi, dhe palestër që mund, dhe ndajeni këto video me çdo që mendoni se do i ndihmojnë në mbajtjen e një gjendje të mirë fizike edhe mendore. Like dhe subscribe nëse pëlqeni këto video, edhe nëse ju shkojnë për shtat, atë arrini t'i bëni tot. Ju falenderoj për kohën që më kushtuat dhe ju uroj një ditë të shëndetshme dhe me sa më shumë aktivitet fizik. Shihemi në videon e ardhshme dhe mirupafshim.